Na I dërgon 100 euro me Western Union, ose 200 euro ne në mbrëmje t'i dërgojmë 1000 euro, ose na I dërgon 200 euro dhe ne do t'i mbulojmë të gjitha shpenzimet e barrave ose nevojave që ti si familje I ke. Kështu po kontaktojnë disa njerëz që po manipulojnë me shtresën e njerëzve që ka nevojë për ndihmë në shoqërinë tonë. Këta njerëz po mundohen t'i shfrytëzojnë njerëzit me ndikim, duke I kontaktuar, duke kërkuar kontakte të njerëzve që kanë nevojë me pretendimin se do t'ju dërgojnë gjana ushqimore, pak ushqimore ose diçka të ngjashme. Të tillët nga zemra e butë, nga dëshira për t'ju ndihmuar të varfër, po ju përcjellin kontaktet ndërkohë që dëmi po është shumë më I madh se dobia. Prandaj të dashur shikues, keni kujdes këto ditë, kushdo që ju kërkon kontakte të njerëzve që kanë nevojë për mbështetje, mos ja përcjellni. Ndërkohë, edhe ju të dashur nevojle, mos I besoni askujt që ju kontakton me pretendimin se ka me ju ndihmu ose ka me ju përcjell shuma më të mëdha të parave. Mos ja fotografoni as kartelat bankare, sepse po kërkohet edhe fotografia e kartelave bankare me çka munden t'ua marrin edhe ato pak të holla që I keni. Të dashur shikues, bëhuni vigjilent, përcjellni këtë video që ta shohin të gjithë njerëzit dhe të mos binë prej e mashtrimeve. Mbram në syfër edhe sot paradite më kanë kontaktuar disa njerëz, ndërsa 2 prej tyre që direkt kanë kontaktuar me këta njerëz. Njëra ishte djegur, 180 euro I kish përcjell me Western Union, me gjendje të vështirë ekonomike, por që ka shpresuar që në mbrëmje kanë m'ia përcjell 1000 euro. Si përfundim, mos I përcjellni askujt kontakte të njerëzve nevojle, e ju të dashur nevojle, mos I besoni askujt që ju thot dërgoni pak para me Western Union në këmbim të një shume më të madhe.